Fundi tetor shënoi përfundimin e periudhës një mujore të kontrolleve të plotë të dokumentave në pikat kufitare mes Shqipërisë dhe Kosovës. Prej 1 nëntorit, kalimi i lirë për qytetarët e dy vendeve është rikthyer në të gjitha pikat kufitare. Kjo nënkupton se qytetarët që udhtojnë me automjete me targa shqiptare apo kosovare kalojnë kufirin pa kontroll dokumentash, një lehtësi që pritet të ndikojë ndjeshëm në qarkullimin e njerëzve dhe madrave mes së dy vendeve. Në fillim marrëveshja e kalimit të lirë u zbatua vetëm në pikën Morin Vërmic, po për shkak të fluksit të lartë dhe kërkesave të qytetarëve ajo u shtri edhe në pikat e tjera kufitare. Gjatë këtij viti janë hapur edhe 22 vend kalime të lehtësuar për banorët që jetojnë brenda një brezi prej 30 kilometrash në të dy anët e kufirit Shqipëri-Kosovë, ndërkohë bashkëpunimi mes së dy qeverive është përqendruar edhe në përmirësimin e infrastrukturës rrugore në zonat kufitare. Qeveria e Kosovës ka përfunduar ndërtimin e disa akseve të rëndësishme si Kërstec-Pakisht, Zapot dhe Gorozhup-Pogaj që lidhin drejt për drejt komunitetet e dy anët të kufirit. Sipas së Policisë Kufitare të Kosovës, gjatë këtij viti mbi 5.5 milion shtetas kosovar janë regjistruar në hyrje dhe në dalje përmes pikave të përbashkëta kufitare, ku pjesa dërmuese e kalimeve vijon të përqendrohet në Morin dhe Vërmic. Kalimi i lirë dhe projektet infrastrukturore duket se po e kthejnë kufirin Shqipëri-Kosovë dhe anasjelltas jo si një vijim ndarëse, por si urë lidhëse mes njerëzve dhe zhvillimit të përbashkët ekonomik.